Për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut, ka pasur disa problematika në bashkinë e Pogradecit. Bashkë me kryetarin e bashkisë dhe stafin kemi qenë në njësinë administrative Dardhas, ku ka rrishitur rruga dhe po punohet, por është një situatë shumë e vështirë pasi vetë rreshjet nuk e lejojnë, nuk e mundsojnë mjetet për të punuar, po situata është duke u monitoruar, po ashtu dhe në njësinë administrative Buqimas, pika kryesore cila ka probleme, siç e shikoni edhe për shkak të rreshjeve, është në fshatin Rëmenj, Guras, ku vazhdohet punohet me punonjësit e ndërmarrjes punëve publike të bashkisë me mjetet përkatëse për të lehtësuar dhe për të mundësuar pra kalimin e këtyre pasojave, por rreshjet e kohës janë ato që nuk rreshjet e motit janë ato që nuk na favorizojnë. Megjithatë, gjithë stafi dhe të gjithë strukturat janë të angazhuara në terren dhe gjej dhe rastin që punonjësit cilët punojnë pikërisht në këto kushte të vështira, ti falenderoj dhe ti përgëzoj për këtë durim dhe vullnet që kanë treguar. Pavarësisht kushteve, ata nuk kanë munguar që në orët e para të mëngjesit kanë qenë në terren dhe vazhdojnë me orare të zgjatura, do të jenë në gatishmëri dhe në punë gjithë natën. Deri tashti nuk kemi pasur një informacion të tillë për evakuim familjesh, paktën unë personalisht nga daljet që kam bërë në terren, por patjetër që ne jemi të përgatitur në rast se do të ketë situata të tilla dhe bëjmë thirrje tek faqja e bashkisë, pra janë azhonuar një sër numrash dhe banorët që kanë probleme apo kryeplegjve kryesisht ne kemi bërë një thirrje që të raportojnë direkt tek numrat përkatës për të marrë masa për të vazhduar me evakuimin e banorëve e familjeve të cilat mund të rrezikohen nga rreshjet e shiut. Të gjithë janë në terren, nuk do të lëvizin nga terreni, po ashtu dhe ne, ashtu si kundër kryetari i bashkisë dhe unë jemi të shpërndarë në terren për të qenë pranë punonjësve, për t'i asistuar ata, për të dhënë ndihma dhe për të komunikuar me të gjitha strukturat shtetërore, qendrore dhe vendore për të dhënë një kalim sa më të lehtë të kësaj situate atmosferike të rënduar.